Policia ka zbardhur dinamikën e ngjarjes së ndodhur një ditë më parë në det pranë ishullit të Sazanit, ku një grup prej 11 emigrantësh nga vendet e treta u përballën me rrezikun e mbytyjes gjatë një udhëtimi ilegal drejt Italisë. Në kuadër të hetimeve, uniformat blu kanë identifikuar dhe arrestuar një 43 vjeçar me origjinë nga Afganistani, i dyshuar se kishte organizuar transportin e emigrantëve nga Greqia drejt Shqipërisë dhe më pas drejt brigjeve italiane. Sipas hetimeve paraprake, gomonja ishte marrë në zonën e Semanit në Fier, në një pikë të përcaktuar përmes një lokacioni të dërguar nga një shtetas shqiptar. Ky person ende nuk është identifikuar dhe policia vijon punën për lokalizimin dhe kapjen e tij. Emigrantët me origjinë nga Bangladeshi, Pakistani, Liberia dhe Haiti kishin hipur në mjetin e vogël lundruese me synim kalimin drejt Italisë, por gjatë lundrimit pranë ishullit të Sazanit, gomonja posoi probleme dhe nisi të merrte ujë, duke rrezikuar jetën e personave që ndodheshin në bord. Në kushtet e emergjencës, emigrantët lanë sinjalin e alarmit SOS, çka solli ndërhyrjen e menjëhershme të policisë kufitare. Efektivët bën të mundur shpëtimin e të gjithë personave dhe transportimin e tyre në breg të sigurt. Ndërkohë, ndaj emigrantëve është nisur procedim penal për veprën kalimi i palishëm i kufirit shtetëror, ndërsa hetimet vijojnë për të zbardhur të gjithë rrjetin e personave të përfshirë në organizimin e këtij transporti.